Ata demokratët mund të jenë pa punë, mund të jenë pensionist, mund të jenë biznes të vogël, mund të kenë 10 probleme, por gjërat i kuptojnë. Nuk e shikojnë ata që është e pamundur të fitohet. Nuk e shikojnë ata që për 3 vite rresht, kryetari i partisë zoti Berisha, që merrit themelimin, nuk bëri asnjë lëvizje që ta bënte partinë më të madhe se kryetarin. Dhe i vetmi kriter që vendosi për listat është kush del përballë SPAK-ut. Dhe partia u zvoglua. Pra në këtë konceptim gjithmonë jam munduar të qëndroj mbas argumentave. E gjithë vendimarrja, të gjitha argumentat, i gjithë ky zhvillim politik i këtyre 3 viteve, na çoi këtu, që i kanë kthyer këto zgjedhje. Nga zgjedhjet që duhet të ishin më të lehta për opozitën, në zgjedhjet pamundura për të fituar opozita. Thatë pak më herët janë pjesë e një grupimi nga veriu në jug që janë kundër. Jo, që i abstenojnë këto zgjedhje. Nuk është Partia Demokratike ngarë. Dhe ata kanë vendosur të qëndrojnë në shtëpi. Do formsohet ky grup? Do formsohet ky grup? Do të thënë çfarë po synoni? Një projekt të ri politik? Jo. Ajo që unë po synoj është kjo, që në këto zgjedhje, me 11 maj, është përcaktuar se kush do qeverisi vendin. Po nuk është përcaktuar se si do jetë opozita. Dhe demokratët janë aty. Nuk kanë punë me Qetën, që është në garë me SPAK-un, nuk është në garë me Ramën, është në garë për të kundërvënë SPAK-ut, demokratët nuk i lidh asgjë me këto. Kanë vendosur të qëndrojnë në shtëpi për t'i dhënë një mesazh zotit Berisha që boll më. Dhe unë këtë e ndjej. Këtë e ndjej në çdo lagje të qytetit Durrësit. Okej. Pra kanë vendosur të qëndrojnë në shtëpi. Synoni një projekt të ri politik, zoti Xhaferaj? Unë nuk synoj asnjë projekt të ri politik. Unë lutem që opozita mbas këtyre zgjedhjeve t'i hapet mundësia, pra nëse në 2011 është e 11 maj 2025 është i pashpresë për opozitën. Opozita i ka gjitha mundësitë që mbas 11 majit të shpëtojë 2027 apo 2029 për mundësitë që do krijohen. Dhe këtu gjërat janë fare të qarta. Zoti Berisha erdhi 3 vite më parë, krijoi rithemelimin, konkuroi, e mundi Lulzim Bashën, por u mund nga Edi Rama në ato zgjedhje lokale, doli faktori më i rëndësishëm opozitar, për t'i dhënë shpresë opozitës pikërisht për këtë, që në 2025 të kishin mundësi të fitonin zgjedhjet, u bashkuam, nga që nuk kam pasur ambicie për listën, nuk kam shkuar në asnjë mbledhje të kryesisë partisë, në asnjë mbledhje të Këshillit Kombëtar, kam qenë vetëm në mbledhjet e grupit parlamentar. Gjithmonë kam kërkuar leadershipin një hap mbrapa, rikonceptimi i opozitës që të bëhemi shumë të mëdhenj se Partia Demokratike ekzistuese, ku ndolli plotësisht e kundërta. Në këto 3 vite, në vend që të merrni me të forconin partinë, e morën partinë dhe një ditë e çonin poshtë ballkonit. Dhe një ditë e çonin, ja ta mbaroj edhe një fjali. Një ditë e çonin poshtë ballkonit dhe një ditë e çonin përballë SPAK-ut. Dhe këtu, besoj me mua janë me qindra dhe mijëra demokratë nga veriu në jug, që Partia Demokratike është rënuar në qeliz. Zoti Xhaferaj, rikonceptimi i Partisë Demokratike është largimi, do të ishte largimi i Sali Berishës në mënyrë të padiskutueshme mbas zgjedhjeve, në qoftë se zoti Berisha është në gjendje që me 12 maj të marri qoftë edhe një vot më shumë se Lulzim Basha i 2021-shit, në mënyrë të padiskutueshme në zgjedhje edhe mund të shkosh, edhe mund të fitosh, edhe mund të humbasësh, por marrja e një votë më shumë se Lulzim Basha i 2021-shit krijon premisat që mund t'ja dalim, jemi në rritje, po në qoftë se del edhe më keq se Lulzim Basha në 2021-shin, patjetër që duhet të rriqet për t'i dhënë mundësi opozitës të rikonceptohet. Ju thoni që rezultati është i përcaktuar. Edi Rama fitues, Sali Berisha humbës. Entuziazmit e demokratës? Janë të 2 fitues. Edi Rama fiton karrigen për të vazhduar të qeverisur, Sali Berisha vazhdon me një grup për të pasur ato probleme që ka me sistemin e drejtësisë, që mendon që si qytetar jashtë Partisë Demokratike i ka më të vështira për t'i zgjidhur. Dhe koha provoi që duke marrë leadershipin e Partisë Demokratike, që megjithëse në fillim kishte thënë që unë nuk do e përziej partinë as me problemin e non-gradës, as me problemin, tregoi që e përzieu partinë se e çonte edhe poshtë ballkonit dhe përballë SPAK-ut, kur duhet u merrte për ta forcuar Partinë Demokratike si strukturë. Janë të qarta këto, se i kemi parë dhe dihet panorama fotografia është e qartë. Por entuziazmit e demokratët është i madh për fitore, zoti Xhaferaj. Do me thënë, ku e shihni, ku e bazoni ju humbjen ose qëndrimin opozitë të Sali Berishës të Partisë Demokratike? Ju thoni e shoh në terren, por dhe kolegët tuaj thonë që nga terreni vim çdo ditë dhe shohim një entuziazëm të madh, edhe socialistët do votojnë Partinë Demokratike, thonë ata.
Unë dëshiroj ta kem unë gabim, por në Durrës që unë jam shumë i lidhur me atë qytet. Këtu janë mbi 8600 numra telefoni. Në kontaktet që unë kam,